David Dano, i njohur për episodin e përplasjes me forcë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Vlorës, është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes. Këtë herë, arsyeja është një video ku ai shihet duke i dhënë një puthje në faq Loredana Bratit. Pamjet janë bërë virale në rrjet duke nxitur menjëherë reagimin e Loredanës, e cila vendosi të sqarojë publikisht situatën. Në një koment për Top Albania Radio, ajo theksoi se takimi me Danon ka qenë plotësisht i rastësishëm. Isha e ftuar në një event në Vlorë më 14 gusht, ku ndodheshin edhe emra të tjerë si Laerti Rizarta dhe Francesca Murati. Ishim në varg dhe Davidi erdhi në momentin që po zbristin vetëm për disa minuta. Kishte edhe fansa të tjerë që kërkonin foto, shkroi ajo. Sipas Loredanës, Dano ju afrua si një fans, duke kërkuar një përshëndetje dhe një video, ndërsa gjatë momentit të takimit i dridhej dora nga emocionet. Për të qenë njerëzore, pranova. Krejt papritur erdhi ajo puthje që më vuri në siklet, shtoi ajo. Pas publikimit të videos, Loredana ka shpërndarë edhe disa mesazhe në Instagram duke theksuar se nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë raport personal me David Danon.